Për herë të dytë brenda një jave, sindikata pavarur e RTK-s dhe shoqata sindikale Radios së Kosovës organizuan protestë para objektit të kuvendit, si reagim ndaj institucioneve që ende nuk e kanë kryer transferimin e pjesës së dytë të buxhetit të RTK-s për vitin 2025. Si pasojë, mbi 700 punëtorë të Radio Televizionit të Kosovës ende nuk i kanë marrë pagat e muajit tetor. Ata paralajmëruan se vonesat në transferimin e mjeteve financiare kanë krijuar një situatë të rëndë për punëtorët, duke rrezikuar seriozisht mirëqenien e tyre dhe funksionimin normal të transmetuesit publik. Kjo situatë po ndodh në një periudhë jashtëzakonisht të ndjeshme dhe të ngarkuar për punëtorët e Radio Televizionit të Kosovës. Përkundër vështirësive dhe mungesës së pagave, stafi i RTK-s ka vazhduar me përkushtim realizimin e projekteve madhore. Kryetari i kuvendit Dimal Basha u takua me protestuesit, të cilëve ju tha se nëse do të kishte vullnet nga partitë e tjera, menjëherë thërret seancën për formimin e komisionit. Për këtë RTK-s, që kërkohet është brenda ditës na mund të mbledhemi, të themelojmë komisionet ose të miratojmë komisionet parlamentare, në këtë rast vetëm komisionin për buxhet, miratohet raporti dhe brenda ditës ekzekutohen mjetet. Njëra nga punëtorët e RTK-s pyeti Bashën nëse mund të refuzoj pagën e shenjtë solidarizimi me punëtorët e RTK-s. Ajo ndoshta do të vlejte për secilin deputet që ka mandat edhe po refuzon. Buxheti vjetor i RTK-s ka vlerën 8.9 milion euro.